Atëherë, si jeni ju pjesa tjetër? Na iku Zhaku. Jeni kështu të mërzitur si Erandi, apo jeni okej me rrugtimin tuaj? Normal. Jo, jemi okej, normal. Zhaku në duam Sherdi. Po bie dera? Okej, shkoni hapeni pak I lutem. Që ka rënë shumë kërcënuese. Hajde, Osman Taka Castro, konga jo. Si e më, mirë se erdhe. Të përgjenë Shërbia. Si e mirë? Si ka dhënë? Albano. Roni. Si e mirë? Si ka dhënë? Dhe në një shpejt e shpejt. Albano! Amore, ku je? O Albano! Luana si e? Më një vetëm... Po pse I përqafoni ka shfort Erandin gjithë nuk e kuptoni? E kemi Se nga njerëzit dua më shumë të botë, të besove. Shaf let, mama. Nga kolegët më të dashur kam pas në jetën time dhe kam kaq vite pa e parë, më ka marrë malli kaq shumë sa që nuk e ke ide. Luana, Po Erand! me të bugon. Mirë gjëre që ose Zhako, po ja. është njeriu më I vërtet në këtë botë që kam njohur. Do kemi mundësi ta kuptojmë besoj. Tani, Albano, Urdhro, pyetje. Ke harruar gjë në ferm nga sezoni I parë? unë s'kam harruar gjë, po. Por, Manjola. çfarë po shet me aq ëndje? Më duke sikur kam harruar mendjen tash. Ndërkohë që Albano, të përqendrohemi, ju lutem, fokus në punë. Me sa pash erdhi dhe I shoqëruar? Po, gjeta këtë bukuroshen aty më tha, më fal, o çuni, urdhroj thash. Të vi dhe unë pak se po më ngjethin taka, ta kam ftohtë edhe I thash, po mos I më zvish. Cila është bukuroshja? Silvana e ka emrin. Silvana, është zyrtalisht fermerja e re, ferma Viv 2, mirëmbrëma Silvana. Mirëmbrëma Silvana, mi se erdhe. Do kthem pas pak të këtij? Luana, mund të them diçka të lutem? Po, më thuaj. Silvana kishte merak se kishte veshur fustan të shkurtër. Ku e dinte Silvana e shket çfarë bëj këtu brenda? Çfarë bëhet aty brenda mo Albano? Albano, je që je aty. Tani do të shfrytëzojmë pak apo jo? Më shfrytëzo sa të duash. Se ti ke një eksperiencë të parë edhe I di gjitha aty në atë ferm, kështu që do kemi pyetje për ty, po pyetja ime e parë është çfarë ka një gjë që nuk bëhet në ferma VIP, për shembull, që I thua të fermerëve këtë nuk e bëni dot. Gjithaj bëni, po këtë jo. Asgjë. Mund të bëni çfarë të doni. Ne kam bërë të gjitha. Si... Një sekond, ta serojmë. Albano, gjitha? Gjitha ato që lejohen tot. Gjitha? Nuk e ceki. ke therë qinq? Jo, qinq nuk kam therë. Jo. Ore, përqendro se po të pyes. Nuk kam therur qinq, pyeti Big Basa. Unë po të pyes gjitha? Të gjitha. Ti ke bërë të gjitha? Të gjitha. Okej, zonja e zotrin, ky është kryeplaku I ferma Viv 2 që I ka bërë të gjitha në sezonin e parë si konkurrent. Faleminderit. Unë jam kryeplaku I ri. Tani, ashtu si kryeplak që je, merë fermerët të tua të preferuara, ose më saktë të gjithë, dhe nisuni tek studio, nga ku do kemi lidhjet tona live. Se qa po bëna Erandi aty, se... Erandi filloj me këto eksplorimet e shtëpisë, ka zakon, do e njihni gjatë kohës. Sjaroni se keni rrugë të gjatë, nisuni ju lutem. Në rregull, me njerë. Right away, man. Kemi në Right studio. away. Sepse është momenti të prezentojmë klipin prezentues të Silvanës. Përshëndetje, unë jam Silvana Bushati. Profesioni im janë nga 6-7 profesionet. Jam mësuar gjithmonë të fitoj dhe asnjëherë të humbas. Po vi për një aventurë të re mbas shumë vitesh. Fermo se duhet një personazh si unë. Së pari do t'i lejë të gjithë pa gjumë, sepse unë ka shumë vite që zgjohem në orën 5 të mëngjesit. Jam një bish, po një bish nga ato që unë do t'i nxjerr gjithë nga vetja. Vetëm prezenca ime nuk njeh konkurrencën. Pika ime më e fortë sinqeriteti edhe forca që kam brenda vetes. Sigurisht unë diskutova me partnerin. Ajo shpreh gjithmonë aventurave të mia që unë dua të bëj.
Nëse do isha një kafsh, do isha një shqiponjë. Nësa aty ka dele, sigurisht ato do ishin prej imja. Nuk jam fobi nga si lloj kafshë. Mos keni në kështu valgjarprin, se për tjerat... Unë luaj vazhdimisht kalqeto 2 herë në javë. Gol jetës time janë 2 fëmijët e mirë, pra që nga vajzën edhe djalin. Ditën e parë të fermës, unë mendoj veten duke i rreshtuar, duke bërë një stërvitje të mirë. Ta dini që nëse aty do ketë sfida forca, sigurisht unë do jem bish. Por nëse del në një nga këto trupat bodybuilding e kështu, atëherë duhet ta mendojmë 2 herë. Themi në studio, ndërkohë që ata kanë një rrugë të gjatë për të bërë besoni që atje ka shumë metra katror për të kaluar nga një shtëpi në tjetrën. Zhaku e përjetoi pakës, unë e kam përjetuar teksa jam njohur me këtë format. 5 herë u futa brenda shtëpisë, 5 herë humba, ishte e tillë. Kështu që do japim çiko, ndërkohë që do komentojmë pak gjithë këto hyrje, dalje, na u morën mend, se mezi mlodhëm këto mend për sonte. Si u duk? Po më thua... Albano si opinionist, si çado që është, krye plak. Krye plak, krye fermer. Jo krye fermer, krye plak. Krye plak. Krye fermer është gjë tjetër, ama i kam mësuar, tash mos më ngatroni. Në përgjithësisht të gjithë fermerët e futur, duke që kishte ndjehja i motivacioni që ishin futur për të bërë pjesë, për ta çuar deri në fund këtë gjë, dhe ndjej ajo konkurenca, dhe si më thënë që në fillim, megjithëse nuk është e pa shumë, më shumë se sa të ndjej një lloj pozitiviteti në ajër. Domethënë ajo vëret në të gjithën, në tërësi. Jemi ende herët, por kush spikat deri tani sipas teje, Zhak? Janë të gjithë personazhe shumë interesant, duhet bëj komplimenta për zgjedhjen, sepse janë vërtet njerëz me personalitet fort. Një pjesë unë e njoh, pra Erandin, Big Bastën, i njoh që më përpara. Por edhe ata që të tjerët, Alba, Roni është gjithashtu, po interesant, dhe Silvana, se Silvanën duhet them është paka shumë zbulimi imi, ka dalë nga një reality show, dhe ka qenë është personalitet shumë i veçantë. Por edhe Albi është shumë interesant, edhe Big Mama pastaj është. Do me thënë deri tani keni goditur në shenjë, po besoj edhe më vonë. Pastaj me ne të dy ne jemi qershia. Ne jemi qershi të mbi tortë. Ndërkohë, sipas klipeve prezantuese, ditur kjo me atë çfarë më the, prezantohen si luanesha, si bishta, si të pamposhtur, si të rrezikshëm. Shohim, do shohim se është rrugtim i gjatë për t'i zbuluar nëse janë vërtet të tillë ose jo. E në fakt një tjetër fermere është po ashtu e shprehur shumë lezetshëm në këtë klip prezantues. E njohim bashkë dhe pastaj shkojmë tek ajo. Kjo është Elinara. Tava, po e hesh më mirë dorashkat. Okej. Femërvi, unë jam Elinara Shehu. Kam qenë këngëtare pop rock underground, vite me radhë. Kanë kaluar disa vite që nuk festoj më ditëlindje, po jam goxha, po mirë mbahem akoma. Unë kam qenë para femër që guxova të këndoja rock, të visha këmishat e babit. Në jetë na duhet vënde që të flasim me doreza dhe vënde që nuk ke pse të flasësh me doreza. Në këtë rast po flas me doreza dhe të kuqe madje. I dua shumë kafshët. Inshallah nuk më bie të mirë lopë. Është e tmerrshme, është e frikshme. Nuk e di si do e bëj vajza ime me... Do më marri malli dhe tani që po flas më mori malli. Mami, mos hajde për 3 muaj në shtëpi. Kështu më kam thënë. Për këngë, për piktura, kam kohë sa të duash. S'kam kohë për tjerë njerëz. Më martoj babaj në fshat dhe për burë më dha një sja. Atë më martoj babaj në fshat, hiqe do këndoj një këngë tjetër. Gjaj unë me në një kafsh? Mace më shumë. Mbasi dhe pak dhelpër. Jo, dëgjoj, vllai. Si të vinë aty shumë?
Kleopatra. Hajdeni. Ladies first. Ladies more. Ladies. Hajde ladies. Pritesh. Hajdeni. Çfarë arome mirë. Ta mbyllim derën? Okej. Është gati për povezën? Kjo është shpull. Kleopatra. Edhe kjo? Përshëndetje. Përshëndetje, si e? Si kemi? Elinara. Më fal, nuk njeh Elinara sheu? Kleopatrën. Nuk ta do dorën. Ose vjen Kleopatra. Kleopatrës. Me shumë Me jetë gjatë, Elinara. Me jetë gjatë. Qa është gjela po punë? Fermer. Po, prandaj Sa që ti Jeni me fermer, ju lutem. Fermer. Po, Luana. Më dëgjoni mirë, a? Loud and clear, qartë dhe pastër. Ashtu se jemi tani pozicionuar aty të vendi i joni takimeve në çdo prime që do kemi bashkë, ndërkohë që dua t'ju uroj mirëseardhjen Elinarës. Mirëseardhjen Elinara, në ferma. Mirëmbrëma Elinara. Është kënaqësi. Mirëmbrëma. Çfarë po bën me pulën, të lutem? Po i këndoj një këngë, i vura dhe emër. Tash është pula apo është gjel tash? Çfarë këngë po i këndon dhe si ja vure emrin? Kleopatra. Okej, po. Duket se është mashkull. A mund ta lëshosh të jetoj e lirë ajo pulë, mos ta mbash. Tani. Lejni poshtë, mos e prek ti Albano. Çuna goca. Kush ka pulën i pari, ka një super shpërblim nga Gaj. Sinqerisht.